Përshëndetje, TikToku. Ja pra ritakojmë sërish me prezantimin e një motori tjetër për shitje. Një motor legjendar që ka shumë vite që njihet në Shqipëri. Yamaha Majesty 150 kubik. Është një super motor i fortë, i shërbyer shumë mirë nga pronari i tij në të gjitha aspektet. Tehet i mirëmbajtur si nga pjesa estetike dhe nga pjesa mekanike, është një motor mjaft i fortë. Ndaj, i rekomandoj gjithë ata që duan një motor që mos harxojë shumë lekë, i referohem këtij motori. Yamaha Majesty, ky është i prodhimit vitit 2002, është me letra me dokumenta të gjitha perfekte. Është me goma Michelin City Grid, goma të reja, diskofrenat i ka në gjendje të shkëlqyer. Është me xhamin origjinal, paneli i dritave është komplet LED. E shikojmë bashkarisht, është shumë i pastër. Për vitin që ka, për kilometrat që ka, është i pastër. Shala është e libër komplet nga fillimi. Është një motor tehet ekonomik që nuk i kalon 4 litra për 100 km. Shikoni pra çdo gjë e ka origjinale. Edhe pjesa mbrapme është i kompletuar, i pastër, i pathyer. Ka dhe bazamentin për të vendosur kosh, për të vendosur sendet tuaja personale. Ka një bagaz tehet bollshëm për vendosur sendet tuaja personale. Shikoni pra tërësia e motorit është tehet i pastër. Ndaj, për gjithë ju që nuk doni të harxhoni shumë lekë për të blerë një motor dhe për të evituar trafikun e Tiranës, ju ofroj pra këtë Majesty 150 kubik për çmimin 1.250.000 lekë. Pra, është një çmim okazion që gjithkush mund ta përballojë. Ndaj, mos nguroni ta bëni këtë motor tuaj, për më tepër ka dhe mbështetjen që pasagjeri të rritë tehet komfort te ky motor. E përsëris, 1.250.000 lekë, ky motor bëhet i juaj, numri do të jetë në postimin përkatës. Faleminderit.